Demi. Dashuria. Nëntori sjell një ngrohtësi në zemrën tuaj, demi dashur, si ajo e një oxhaku të ndezur në një mbrëmje të ftohtë. Në marrëdhëniet e dashurisë, motoja për demin është siguria e kombinuar me ëmbëlsinë. Nëse jeni në një lidhje, do të gjeni veten më të gatshëm të hapeni dhe të tregoni ndjenjat tuaja, ndoshta me një gest të thjeshtë si përgatitja e pjatës së preferuar të partnerit tuaj ose planifikimi i një mbrëmjeje të qetë në shtëpi, të mbështjellë me mirëkuptim të ndërsjellë. Nëse jeni beqar, qetësia juaj magnetike do të tërheqë diçka që vlerëson autenticitetin dhe vlerat tuaja të forta. Mund të takoheni në mjedise të njohura ose artistike, ku mund të jeni vetvetja pa u nxituar. A ndiheni të dashur për atë që jeni vërtet? Kjo është pyetja që do t'ju udhëheqë zemrën. Mos keni frikë të kërkoni atë që ju nevojitet emocionalisht, forca e vërtet qëndron në shfaqjen e cenueshmërisë. Në dashuri, këshilla praktike për ju është të shkëputeni butësisht nga rutina, edhe një ndryshim i vogël, si të provoni një hobi të ri së bashku ose të vizitoni një vend romantik ku nuk keni qenë kurrë më parë, mund të ringjallë ndjenjat dhe t'ju bëjë të ndiheni më afër se kurrë me atë që doni. Shëndeti. Çelësi juaj i shëndetit këtë muaj është ekuilibri. Ndiheni të qëndrueshëm dhe të përqendruar, dhe kjo reflektohet si në trupin ashtu edhe në mendjen tuaj. Nëntori ju sjell një forcë të qetë, përballeni me motin e parë të ftohtë me qetësi, duke e mbrojtur veten me zakone të shëndetshme dhe pak pushim të merituar. Demi disi të kënaqet me kënaqësi të vogla pa e tepruar, një çokoladë e nxehtë, një shëtitje në park të rrethuar nga ngjyrat e vjeshtës, momente lehtësimi relaksues. Këto gjëra të vogla ushqejnë shpirtin tuaj, si dhe trupin tuaj. E vetmja gjë për të cilën duhet të keni kujdes është të mos bini në përtaci. Ndonjëherë zona e rehatisë së divanit është tërheqëse, por trupi juaj ka nevojë për lëvizje për të ruajtur vitalitetin e tij. Ndoshta planifikoni një rutinë të lehtë ushtrimesh ose disa aktivitete në natyrë gjatë fundjavave. Shpirti juaj do të përfitojë gjithashtu. Thithja e ajrit të pastër dhe të qenit në kontakt me natyrën do t'ju rimbush thellësisht. Këshilla për mirëqenien tuaj është të dëgjoni ritmin tuaj natyror, alternoni momentet e aktivitetit me pushime rigjeneruese dhe do të zbuloni se të qëndrosh në formë do të jetë pothuajse spontane kur ndiqni natyrën tuaj pa e detyruar atë. Puna. Në frontin e karrierës, nëntori është një muaj ndërtimi të fortë dhe kënaqësie konkrete. Suksesi profesional për demin gjatë kësaj periudhe buron nga këmbëngulja juaj dhe durimi që keni treguar gjatë gjithë vitit. Tani mund të shihni rezultatet e para të prekshme, një projekt që merr formë, njohje zyrtare për angazhimin tuaj, ose ndoshta një mundësi për avancim që vjen pikërisht kur e prisni më pak. Besueshmëria juaj vihet re nga kolegët dhe e prorët, ju jeni lloji i personit që të gjithë e dinë se mund të mbështeten kur duhet të përfundojë një detyrë e rëndësishme. Mos jeni shumë të ngurtë kur bëhet fjalë për ide të reja, të tregosh hapje do t'ju fitojë edhe më shumë respekt. Për çfarë qëllimi profesional ëndërroni fshehurazi? Lejoni veten të aspironi të mëdha, sepse hyjet mbështesin planet tuaja, veçanërisht nëse qëndroni besnik ndaj parimeve tuaja etike. Një këshill praktike, rishikoni planin tuaj të punës dhe vendosni themelet për vitin e ardhshëm duke vendosur qëllime të qarta. Kjo është koha ideale për të konsoliduar atë që keni arritur dhe për të nisur projekte të reja me sigurinë e brendshme se po e ndërtoni suksesin tuaj hap pas hapi. Financat. Demi, gjendja juaj financiare shkëlqen me stabilitet dhe gjykim të shëndosh në nëntor. Instinktivisht dini si ti menaxhoni burimet tuaja dhe ky muaj e konfirmon këtë, parashikimet tuaja financiare janë qetësuese. Mund të korni përfitimet e vendimeve të menduara mirë të marra në të kaluarën, siç janë kursimet që tani ju lejojnë të përballeni me një shpenzim të madh pa stres, ose një investim të vogël që po fillon të jap fryte. Është gjithashtu një kohë e mirë për të planifikuar financat tuaja të ardhshme. Bëni një bilanc në fund të vitit dhe merrni në konsiderat se si t'i rritni kursimet tuaja në vitin 2026. Këshilla praktike në lidhje me financat është të vazhdoni në rrugën e moderimit inteligjent. Trajtojeni veten me një dhuratë ose një luks të vogël për të festuar sukseset tuaja, por ruani një vizion afatgjallë. Kënaqësia më e madhe do të jetë të shihni sigurinë tuaj financiare të rritet gradualisht, të ndërtuar me mençuri ditë pas dite. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe.
ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi i personazh.